E qartë, por partia e tretë është partia e të lëkundurve, të cilën duket se nuk po e bëni dot për vete as ju as PD-ja. Dhe këta të lëkundur, nëse do të kishte një prag zgjedhor, ndoshta zgjedhjet nuk do të ishte përqindja për ta kaluar këtë prag zgjedhor. Pra ne kemi një sistem zgjedhor, të cilit sado të jetë e vogël pjesëmarrja, pakica, sado pakicë të jetë, jep verdiktin dhe është vota që do të na udhëheqë në 4 vite. Partia të lëkundurve duket se është partia më e madhe, edhe se partitë e reja. Ju shqetëson kjo që ka kaq shumë pa lëkundur, njerëz që ndoshta nuk vinë tek oferta juaj? Mua më shqetëson çdo mik, çdo fëmijë, çdo njeri që unë njoh, i cili nuk do të bënte detyrën e vet për qytetarit që të votonte dhe do të vazhdonte të zgjidhte të fliste. Ky është momenti që unë do t'i ftoja që të bënin zgjedhjen e tyre, të vinin dhe zgjedhja kësaj radhe nuk është ndërmjet Partisë Socialiste dhe ëngjëjve. Zgjedhja është ose do ta qeverisi Partia Socialiste me gjithë këtë rekordin e inventarin e gjatë të punëve që ka bërë, pa diskutim dhe me punë të pambaruar apo të bëra keq, dhe nga krau tjetër janë të gjithë ata të cilët një pjesë janë të provuar dhe ne e shohim fare mirë që çfarë ofrojnë. Pra është tërësisht ti ofrosh sot në 25-ën shqiptarëve një piramid ku i thua do ta ul, pra do t'i rrish shpenzimet me 2 miliard, ndërkohë që do t'i ul të ardhurat me 1 miliard dhe minusi bëhet 3 miliard dhe ti nuk e di se ku do t'i gjesh to 3 miliard, unë mendoj që është jashtëzakonisht e qartë alternativa, zgjedhja. Partia e të lëkundërve do të marrë një, ose do rinë në shtëpi, po ama nuk do flasin për 4 vitet e ardhshme, se më e bukur është që edhe, domethënë, janë të gatshëm që edhe t'i japin komente. Tani detyra qytetare është të shkosh tek vota. Do flasin, janë elektorat gri. Do flasin se e kemi fituar përpara 30 vjetësh. Sepse përjashtojnë ata nga taksat edhe mos flasin. Ata paguajnë, taksojnë njësoj, sikur votojnë si s'votojnë, apo jo? Nuk jam duke thënë që jo, po mbroj një të lëkundur që ta shikon tani. Ka gjithë të drejtën e botës. Ai që voton të flasi dhe ka gjithë të drejtën e botës të flasi dhe ai që nuk voton sepse është një drejtë kushtetuese të kritikojë. Çështja është që ju thatë që kjo është partia e quajtur parti. Po. Partitë pa lëkundur që rrinë në shtëpi, edhe kjo s'është parti. Kjo, domethënë, do të s'kan alternativë. Si tifoza të ulur të shkallët e stadiumit. Po. Si bini asua as të dytët, s'kan që bëjë, s'kan alternativë. Atëre, unë uroj dhe kjo është ftesa që unë i bëj çdo banori në zonën time. Dëgjoj do të nuk e ke zgjedhjen midis meje dhe Shën kujt të duash, Shën Antonit, Shnanojt. Pra midis Toni Gogut dhe Shnanojt. E ke midis Toni Gogut dhe gjeje këtë duash kundërshtarin nga krau tjetër. Kjo është zgjedhja. Për ndryshe do dalësh vetë. Nëse ty nuk të pëlqen asnjë nga këto zgjedhje, çohu nga shkallët e stadiumit, zbrit në arenë, eja, sill alternativën tënde dhe konkuro.